Qeveria në detyrë e Kosovës konfirmon se ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me pranimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasve të vendeve të treta në Kosovë në përputhje me kushtet e përcaktuara. Përgjatë një periudhe 1 vjeçare, deri në 50 persona mund zhvendosen përkohësisht me qëllim të lehtësimit të kthimit të tyre të sigurt në vendin e prejardhjes. Qeveria ka shprehur gatishmërinë që të angazhohet me mundësinë për të përzgjedhur individ nga një listë e propozuar për aq sa ata i plotësojnë kriteret e caktuara lidhur me sundimin e ligjit dhe rendin publik, thot përparim Kryesiu zëdhënësi i qeverisë në detyrë në Kosovë në deklaratën zyrtare për Radion Europa e Lirë. Ai shton se informacione të tjera do t'jepen ndërkohë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar po ashtu për rel më 6 qershor se vendet e rajonit Ballkanit janë përfshirë në kontaktet brenda një strategjie më të gjerë amerikane për dobimin e shtetasve të huaj pa status të rregulluar. Partnerët amerikanë dhe udhëheqësit rajonal po punojnë ngushtë me ne për t'i dhënë fund krizës së migrimit të paligjshëm dhe masiv, theksoi Dash, duke shtuar se zbatimi i politikës së migracionit të administratës së presidentit Trump është një nga prioritetet kryesore të tij. Largimi nga SBA-t i të huajve për cilët ekzistojnë urdhra përfundimtar për dëbim, si edhe dëbimi i emigrantëve të paligjshëm i mbron SBA-t nga terroristët e huaj dhe kërcënimet e tjera ndaj sigurisë kombëtare dhe rendit publik, thuhet në përgjigje. Nga Dash theksuan gjithashtu se bashkëpunimi i vazhdueshëm me qeveritë e huaja është kyç për parandalimin e migrimit paligjshëm dhe masiv, si edhe për sigurinë kufitare. Qeveria në detyrë e Kosovës tha se SBA-t mbetet një aleat i palëkundur i Republikës Kosovës. Partneriteti i ynë i ndërsjellët, i ndërtuar ndër dekada, mbështetet në vlerat përbashkëta dhe bashkëpunime. Vlerësojmë lart mbështetjen e tyre, sidomos në rrugtimin tonë drejt integrimit në institucionet euroatlantike. Agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar median Bloomberg News, raportoi më datë 5 qershor se administrata e presidentit Trump po ushtron trysni ndaj Serbisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit që t'i pranojnë emigrantët e dëbuar nga SBA-t. Muajin e kaluar Gjykata Supreme amerikane i lejoi administratës Trump të tërheqë statusin e përkohshëm ligjor për qindra mijëra emigrant nga Venezuela, Kuba, Haiti dhe Nicaragua që jetojnë në SBA, duke forcuar kështu përpjekjet e presidentit republikan për shtimin e dëbimeve. Sipas Bloomberg, administrata Trump po kërkon destinacione të mundshme për migrantët që mund të dëbohen si rezultat i këtij vendimi. Qeveria në detyrë e gatshme të diskutojë edhe me Mbretërinë e Bashkuar për qendrat për emigrantë. Qeveria në detyrë e Kosovës më 26 maj ka shprehur gatishmëri për të diskutuar edhe me Mbretërinë e Bashkuar propozimin për ngritjen e qendrave të kthimit në Kosovë për azil kërkuesit e refuzuar nga Ishulli Britanik. Propozimi për ngritjen e qendrave të kthimit është pjesë e një strategjie më të gjerë të Mbretërisë Bashkuar për të adresuar numrin e rritjes të emigrantëve që mbërrin në Ishullin anglez përmes rrugëve të paligjshme. Megjithatë, organizata ndërkombëtare Human Rights Watch ka shprehur shqetësimin se përdorimi i vendeve të Ballkanit si vende pritëse për emigrantët mund të shkelë të drejtat e tyre dhe të krijojë sfida të reja për vendet pritëse. Në një marrëveshje të ngjashme që po ashtu kishte nxitur kritika në vitin 2022, Kosova dhe Danimarka u pajtuan për dhënien me qira të 300 qelive të burgut në institucionin korrektues në Gjilan për të strehuar të burgosur të huaj që pritet të dëbohen nga Danimarka pas përfundimit të dënimit. Në këmbim, Kosova do të përfitojë mbi 200 milionë euro, të cilat do të investohen në shërbimin korrektues dhe në projekte të energjisë së ripërtëritshme. Kjo marrëveshje kishte ngjallur reagime nga organizata ndërkombëtare dhe shoqëria civile, të cilat kanë shprehur shqetësime për mundësinë e shkeljes së të drejtave të njerëzit, edhe për sfidat që mund të sjellë menaxhimi i të burgosurve të huaj në Kosovë.